Anijet gjenerator të ardhura nga Bangladeshi, të njohura si Tigri 1 dhe Tigri 3, kanë patur vëmendjen tonë për më shumë se 3 sezone. Kjo, për shkak të parregullsive në procedura që janë ndjekur hap pas hapi, që nga blerja e deri tek vënia në punën e tyre. Por le të rikthehemi të bëjmë një përmbledhje të këtij skandali me kosto prej disa $10 milion për buxhetin e shtetit. Anijet u ble nga kompania offshore Accelerate Energy Limited Partnership nga Bangladeshi në 2022 për $15 milion, ndërkohë që kompania publike Cash bëri kontratë për t'i marrë ato me qira për plot $45.5 milion. Pra, 3 fish më shtrenjtë. Një absurditet që thërret me të madhe skandal. Për më tepër që Cash dhe Ministria e Energjetikës gënjyen duke na e prezantuar kompaninë offshore sikur ishte prestigjozja Accelerate Energy. Në fakt, kemi të bëjmë vetëm me ngjashmëri emrash, të bërë qëllimisht për të ngatruar të interesuarit, por nuk mbaron me kaq. Sepse, nëse $45.5 milion do t'jepen për qiran, vlera që do të shkoj për operimin nga kompania tjetër fituese Renko kap shifrën $22.5 milion. Pra, plot $68 milion që do të merren nga arka e shtetit, që mbushen me taksat e qytetarëve për përfunduar në xhepat e pronarëve të kompanive fituese. Shkeljet e Cash për këto 2 asete termike janë të shumta, që nga emergjenca e hapjes së tenderit e deri tek kapërcimi i afateve të tij, si dhe përgatitjet për t'i marrë në dorëzim, edhe pse ka përfunduar emergjenca dhe afati i kontratës 2 vjeçare që u firmos në 4 prill 2022. Nga 10 ditë kohë që detyron ligji për të shpallur një garë me procedurë të përshpejtuar, korporata elektroenergjetike la vetëm 3 ditë kohë. Kontrata me Cash dhe Accelerate Energy Limited Partnership u negociua në mars 2022 dhe u firmos një muaj më pas, por pa lënë afat dorëzimi. Pra, e theksoj, u zhvillua një tender emergjent kur nuk dijej se kur do të vinte malli që po kërkonin. Tani, le të sqarojmë pak më mirë çështjen e emrit. Na ushqit publikisht se anijet termike janë sjell nga kompania amerikane Accelerate Energy, por na ka rezultuar se firma që është marrë me këtë ka vetëm emrin e ngjashëm, pasi bazën e ka në shtetin offshore Delaware, parajsë fiskale që mban sekret pronarët. Madje edhe më shumë, sepse në rastin në fjalë kemi të bëjmë me një sistem që nga ekonomistët është emërtuar si sistemi guask. Është ngjashme me offshore-ët, për sa i përket sekretit, futet një kompani brenda tjetrës, do të thënë kompania A kontrollohet nga kompania B, kompania B kontrollohet nga kompania C, C-ja kontrollohet nga D-ja dhe praktikisht këto janë si matrios shkatëruese që njëra futet e tjetra dhe ti e ke të vështirë të shkosh deri në fund. Kështu funksionon edhe kompanitë guask. Në dokumenta shihet se oferta në Cash është dorëzuar me logon e firmës prestigjioze Accelerate Energy, por në brendësi del se certifikata e regjistrimit është e një kompania tjetër, Accelerate Global Operations LLC, ndërsa personi që ka firmosur ofertën është Daniel Bustos, shefi i njësisë tregtare i një tjetër Accelerate, asaj Limited Partnership. Të dyja kompanitë si Accelerate Global Operations, ashtu edhe Accelerate Energy Limited Partnership rezultojnë me seli në shtetin offshore Delaware. Pra, kontrata që vlen miliona $, sjell dokumenta të 3 kompanive të ndryshme? Cash, në këtë rast si autoritet kontraktor i ngarkuar për procedurën e marrjes me qira të 2 aseteve gjeneruese, duhet të shpallte ofertën të pavlefshme. E jo vetëm kaq, por kur anijet ndizen, ndotja mjedisore që i shkaktohet zonës së mbrojtur në gjirin e Vlorës është kolosale. 2 tecet ka një kapacitet prodhues energjie për 114 MW për orë dhe kërkojnë konsumin e 500 tonë ditë lëndjekse të llojit mazut. Nëse këta do ndizen, bie që të digjet naftë e rëndë dhe emeton jashtëzakonisht ndotje. Në gjithë të pejsazh të mrekullueshëm vjen një superdotës. Është një tmerr për atë zonë. Sot nuk ka asnjë interes që termocentralet lëndruese të ndizen, pasi çmimi i energjisë është normalizuar dhe Cash ka patur një vit të mirë ku ka shitur energji. Por ato ndezën, sigurisht, sepse nevoja për ta çuar deri në fund këtë aferë, me qëllim justifikimin e saj, kalon çdo arsye tim logjik, fitim prurës në buxhetin e shtetit. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është edhe analiza që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit, ku del se çmimi i energjisë së prodhuar nga anijet del €268 për megawatt për orë. Pra, 4 herë më i shtrenjtë se të blesh energji nga importi. Por pavarësisht kësaj, Cash ka marrë përsipër kostot e çdoganimit të anijeve, vajit lubrifikues dhe nxjerrjes së lejeve, licencave, autorizimeve dhe marrjes me qira të depozitave të lëndëve djegëse. Dhe për të gjitha këto janë shpenzuar edhe 9.4 milion euro të tjera. A e ka një përgjigje personi në majën e piramidës së kësaj afere korruptive? Zonja Balluku, përshëndetje, Matilda nga Piranja, do t'ju pyesja si po shkon prodhimi i energjisë nga 2 anije TEC në gjirin e Vlorës. Ju keni marrë gjatë forca policia, ai trembeni kësaj afere nga spaku duke qenë se ka nisur dhe hetimet? I trembeni aferës? Zonja Balluku, jemi për TEC-et këtu, po na dërmoni.
Zonja Balluku, a nuk do t'ishte më fitim prurse për arkën e shtetit nëse do t'i blinim këto anije për vetëm 15 milion dollar? Se sa t'i merrni me qira për 45 milion dollar, plus 22.5 operimi, plus 9 milion dollar të tjera për lubrifikantët, çdo ganimin, karburantët, gjithashtu. Pse nuk e ka deklaruar zonja ministre që kompania fituese e këtij tenderi është një kompani offshore me certifikat regjistrimi në Delaware, po në lidhje me llogaritin që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit dhe specialistët, të cilët thonë se vetëprodhimi i energjisë nga këto dy tece do të kushtoj 4 fish më shumë se sa nëse ne do ta binim energjinë nga importi. Për të gjitha këto pyetje, zonja ministre nuk dëshiroi të përgjigjej, por nxitoi të largohej. Pranojeni të paktën që keni dështuar me këto dy tece, zonja ministre. Ju, Keshi edhe qeveria. Ndaj vëmendjen për shpëtimin e 68 milion dollarëve që rrezikojnë të ikin dëm dhe milionave të tjera që do të shpenzohen për lëndë djegëse, ja kërkojmë drejtësisë, konkretisht Spakut, i cili më në fund duket se ka nisur të veprojë duke hapur hetimet.